Voj smet, e ma men para 63 vjetër kur u dredh toka në Shkup. Po vesërvet e mojnë ment shtje 63 vjetë. Ajo konë dita e ejte, a e shtun, jo më konë t'i pusum në qarshi, u konë koha 5-17 minuta në gjumin më të mirë. Kur u trishtumi kom pas 16 vjetë. Edhe kur jo më quë, tha shka u bo, u trishtova, jo nisa me vikatën, të ra ato keremidët e kërpisht, se tepër e gjymsa shpive jo në konë me kërpisht e me druna. Po i smet, edhe unë kujtohet që kur u dredh toka, ishëm fëmijë 9 vjeçar, e shoh po bin keremidet, tullat, për fat të mirë, në mur që e kemi pas, ku kemi filet këtë fëmijë atene, ai muri nuk ra ka na me na zonë fëmijëve, po ra ka në kujshive në ato, një kish një shprastin, edhe komplet muri ra ka kujshi. A baba u konën pa dalën bostani hemen të pjekën, të erujt bostanin, bujku konën, e nona edhe me thmit. Une e mora njonën thmi, 3 vjet I ka pas, nona e mor njonën dullum, që ka ati në gjonësinën në rrugë. Kur nonës jonë tek tha, njonën thmi e pas në harru, e me gjithë guximin e vetë, hini mrenda, e ka marrë pak dhevi, kish pas psu, e kish pas vra pak hundën. Unë më threqim që ka unë këtë tërmet, nuk e dishëm që se këm kujtu që kam me pasë, se dhe me mendova luft, tash jenë të më bombarduve, e nëna ime, po në nëzirë për shë babën të djera, del bërë të kërës të ime, del ma shpejt, del, se dhe të zonë e shpija, aja I qëtë ka teshat për shpije, dhe ka jo nuk duhet të qështë të jablejë teshat, se ka me zonë shpija dhe dollën ma hallat e që ka thunë në shprastin, edhe hinëm të shpja Abdullaj. Kish o borën e madhë, që ati të ma hallës të mledhën, shkru më teket, shtiru konë shumë. Ku konën trishtimi malë, jo konë të varfën, minzi I kimi ndres ato shpijet, se na I kimi bo 2 vjetë, tash I kom 7-9 vjetë, atëher I kom pas 16 vjetë, atë trishtim nuk e harroj tërit des. E lu Zotin, inshallah kur këta generata 3 nuk e shofin atë trishtim. Amin, aga I smet, Allah I razi I koft.